Zbulimet e reja në parkun arkeologjik të Amantis si përkasin shekullit të tretë para erës sonë. Sipas arkeologëve dhe studiuesve, bëhet fjalë për një zonë jashtë qytetit të vjetër, e cila mendohet këtë shërbyer si stacion për kafshët e transportit ose si një ndërtesë me funksion bujqësor. Sipas arkeologut Kriledian Çipa, gërmimet zgjatën rreth një muaj, ndërsa zbulimi i fundit është një ndërtesë me karakter ekonomik për shkak të strukturës së thjeshtë të përdorur në ndërtim. Gërmimet fillon le të themi në fillim të muajit maj dhe zgjatën gati një muaj, rreth 3 javë. Këtë vit gërmimet ishin të përqendruara në 2 sektor, në sektorin e fortifikimit të qytetit të poshtëm, si dhe në zbulimin e një prej godinave antike, të cilat të paktën strukturat ishin të dukshme në sipërfaqe. Rezultatet janë të rëndësishme, pasi u zbulua një ndërtesë e cila sipas mendimit tonë, dhe ky është gjithmonë këto janë gjithmonë të dhëna paraprake dhe hipoteza paraprake, është një ndërtesë me karakter ekonomik. Duke u nisur gjithmonë nga teknika e ndërtimit të kësaj strukture, e cila ka, le të themi, një arkitekturë të thjeshtë, me një bazament dhe ka pasur një strukturë të sipërme të ndërtuar me trar druri dhe çati prej tjegullash, për mendimin tonë, ose ka qenë një ndërtesë që i është dedikuar bujqësisë, ose nga ana tjetër mund të ketë qenë një stacion për kafshët e transportit, si për shembull kuajt e të tjerë, pasi godina është e pozicionuar në hyrje të agoras antike dhe me shumë gjasa, shumë jashtë fortifikimit të agoras antike, kështu që duke qenë jashtë, le të themi, qytetit, ka shumë mundësi të ketë luajtur të funksion. Kjo është hipotezë paraprake, ne jemi duke studiuar funksionin e kësaj godine. Po shohim shembuj të ndryshëm nga qytetet të tjera të Ilirisë, por edhe të Mesdheut, dhe sigurisht do kemi të dhëna më të sakta në vijim. Nuk patëm mundësi nuk ishte gjetje arkeologjike gjatë gremimit, pasi ishte ripërdorur godina në luftën e dytë botërore dhe me shumë mundësi edhe gjatë pas luftës së dytë botërore, dhe duke qenë se ka qenë e ripërdorur, ka qenë e pastruar komplet dhe nuk gjetëm të dhëna, ose le të themi, nuk gjetëm objekte antike të cilat mund të shërbenin si indikacione për të kuptuar më mirë funksionin e godinës. Gjatë gërmimeve nuk janë gjetur objekte arkeologjike, sipas Çipës godina mendohet të jetë përdorur gjatë luftës së dytë botërore dhe më pas, duke qenë se ishte një ambient i ripërdorur dhe i pastruar, ka qenë e pamundur të gjenden element antik që do të ndihmonin për të kuptuar më mirë historinë dhe funksionimin e saj. Çipa theksoi se në zbulimet brenda mureve të qytetit antik, në vijim të gërmimeve në sektorin numër 1, atë të fortifikimit, ka vijuar puna e nisur që vitin e kaluar, e gjatë gërmimeve është zbuluar dhe një godinë e madhe që ndodhej brenda fortifikimit. Sipas Çipës, kjo godinë është përdorur nga shekulli 3 para erës sonë deri në shekullin 54 para erës sonë. Mendohet se godina është shkatruar nga dyndet barbare, pasi gjurmët e djegjes janë ende të pranishme. Ndërkohë, sipas Çipës, në vijim të gërmimeve mendohet se është zbuluar dhe një kull që do të verifikohet. Sipas esurisë së punimeve arkeologjike, zbulimi pritet të sjellë një pamje më të qartë të pjesës së poshtme publike të qytetit të Amantias. Në sektorin numër 1, që ishte dhe sektori fortifikimit, vijoi gërmimi që kishim nisur vitin e kaluar, kur u zbulua dhe fortifikimi. U zbulua plotësisht, ose le të themi, pjesa më e madhe e një godine që ndodhej brenda fortifikimit, e ripërdorur në disa faza nga shekulli 3 para erës sonë deri në shekullin e 6, 5 dhe 6 të erës sonë, dhe në një periudhë rreth shekullit të 5-6, ku godina së bashku me fortifikimin ka qenë e rënuar me shumë mundësi shkatruar në mënyrë të dhunshme, pasi gjurmët e djegjes, tjegullat e rëna dhe muret e shkatruar, le të them, janë indikacione të mjaftueshme për të kuptuar që aty ka patur, le të themi, një ndërhyrje të dhunshme në këtë periudhë, që lidhet ndoshta me ngjarjet historike të kohës, me dyndjet barbare, të quajtura dyndje barbare të asaj periudhe. U zgjerua më tej, le të themi, u hap një pjesë e mire e gjatësisë së fortifikimit, dhe në pjesën perëndimore të linjës së murit ne mendojmë se kemi zbuluar një kull, të cilën do ta gërmojmë në vitet në vijim dhe krijon një ide më të mirë për sistemin fortifikues të pjesës së poshtme të qytetit, ose le të themi të pjesës publike të agoras, e cila zhvillohet në terracën lindore rreth shekullit të 3 para erës sonë. Pra, të dhënat e këtij viti jo vetëm që na pasuruan numrin e monumenteve që kemi në parkun arkeologjik të Amantias, por edhe
të dhënat arkeologjike dhe historike të cilat do të shërbejnë për narracionin dhe mënyrën e prezantimit të parkut arkeologjik për turistët e shumt të huaj dhe vendas që zgjedhin ta vizitojnë në park arkeologjik. Sipas Kriledian Çipës, këto gërmime pastrojnë më tej arkeologjinë e Amantjes, ndërsa në këtë park arkeologjik pritet të ketë edhe të tjera gërmime.